njerëzit më të paguar me rrogë mesatare në Ballkan, në rrogën më të ulët. Rritja ekonomike mbi 100 milion euro për bonusin e tyre të fundvitit. Shqipëria mund të vijojë të kryesojë listën e vendeve të varfra në Evropë, por jo të gjithë njohin këtë anë të vendit tonë. Ajo është Shqipëria e popullit, e rrogtarëve dhe e 1 milion personave që jetojnë në familje që nuk mund të përballojnë të paktën 7 nga 13 kategoritë e privimit. Këtu mund të përmendim vonesat në pagesat e kredisë ose të qiras për banesën kryesore, shpenzimet për shërbimet bazë, blerjet me këste ose pagesat të tjera të kredive të marra, apo pamundësinë për të përballuar shpenzimet për pushimet vjetore një javë larg nga shtëpia, si dhe pamundësia për të përballuar një shpenzim të paparashikuar financiar me vlerën 30.000 lekë të reja. Por ka dhe një Shqipëri tjetër, e atyre që ka në duar taksat e këtyre të varfërve, që vullosin ligje, por që vetë mund të themi pa frikë, zotërojnë pasuri të frikshme. E pavarësisht akuzave të njëpasnjëshme, me të cilat mund të jenë përballur, nuk janë tutur as pak që t'i fshehin pronat. E vetmja lëvizje që mund të kenë bërë është kalimi ndonjë prone si trashëgimi tek fëmijët, që në fund të fundit flet mirë për ta si prindër. Open Data ka rreshtuar pasuritë e deputetëve që pritet të betohen në kuvend në shtator. Zëri vëzhgoi me vëmendje deklaratat e tyre të pasurisë, që ngjasojnë me ato të një elite botërore. Dhe ju sjell sot një listë me emra deputetësh të majtë të djathtë që kanë llogari marramendse të mbushura me para e valuta të huaja, ndërsa në ekrane flasin për taksa, për rritje të çmimesh, shtrëngojnë duart me biznesin e vogël përpara zgjedhjeve dhe kërkojnë votat e qytetarëve. E shumë prej tyre nuk janë stepur t'i futen as botës së biznesit. Përmendim këtu Agron Malajn. E ka nisur karrierën e tij si drejtor rajonal i OSHE-s në Burrel, por paralelisht ka themeluar dhe Global Security SHPK, kompaninë e sigurisë private, e cila është kthyer në një nga më të përhapurat në vend. Në vitin 2019 Malaj u bë kryebashkiak i Matit, por tashmë pret të zërë ulse në kuvend si një prej deputetëve më të kamur. Dhe kjo fal biznesit që sot zyrtarisht e drejton vëllai i tij, Fatos Malaj. Arkend Balla, një nga emrat më të lakuar në zgjedhjet e 11 majit, ka në llogari bankare plot 2.3 miliard lek. A ka nevojë të shtojnë prona të tundshme dhe të patundshme për të kuptuar nivelin e pasurisë që zotëron Balla? Mirela Kumbaro është e radhës, ajo është futur politikës me një sër pronash që siç duket vijon t'i gëzojë ende, ndryshime të vogla shohim vetëm në llogaritë bankare. Socialistja Elisa Spiropali është gjithashtu një nga personat që në familje duket se timonin e ekonomisë ja ka lënë bashkëshortit Salarion Totaj, i cili zotëron një biznes në një nga zonat më të njohura, në rrugën Abdi Toptani, dhe vetëm në vitin 2023 ka deklaruar 40 milion lekë të ardhura nga ky aktivitet. Vullnet Sinajt mjafton t'i përmendim thjesht emrin. Të gjithë e dinë tashmë që pas tij vjen rrjeti Big Market, biznese, prona dhe një llogari me 84 milion lekë të reja. Lista e pasurive të tij nuk ka vërtet një fund, por ne po ju listojmë vetëm disa prej tyre. Bledi Çuçi me këto që shohim nuk ka qenë kurrë i varfër, i është futur politikës duke pasur prona e llogari bankare dhe jo, nuk janë paksuar. Madje nëse shohim dhe të ardhurat e bashkëshortes së tij Delina Fico, duket se situata për të ka qenë gjithmonë shumë mirë, aq sa edhe djalit Endit i kanë mundsuar një jetë me mjaft të mira materiale. Me bizneset e bashkëshortit Artangaçi, deputetja Olta Xhaçka mund të renditet si një prej socialisteve më të pasura, edhe pse jo pak herë kanë shkelur në dyert e SPAK si familje. Emrin e Tomdoshit mund ta barazojmë fare mirë me fjalën biznes. Çfarë spikat në deklaratat e bëra ndër vite, janë shoqëritë e shumta biznesesh, si në Shqipëri dhe jo vetëm. Siç duket fokusi i tij nuk ka qenë asnjëherë karriga në kuvend, por ka ditur mjaft mirë të lundrojë në botën e shifrave. Nuk mund të mos përmendim faktin që prioritetu ka kushtuar edhe fëmijëve, pasi llogaritë e tyre nuk kanë qenë ndonjëherë të zbrazura. Duke qenë se me socialistët mbaruam, duhet të themi që edhe antarët e opozitës nuk mbeten pas. Dhe jo, nuk janë para të bëra nga karriera në politik, janë para biznesi. Siç duket është jeleku i shpëtimit për të gjithë ata që nuk u ka ecur me grumbullimin e votave. Dhe një prej tyre është Agron Shehaj, i cili zotëron edhe apartament në Itali me vlerë 950.000 euro. Me këto deklarime, Shehaj nuk ka pasur nevojë ta prek ndonjëherë pagën si deputet, megjithëse duhet thënë, ai ka deklaruar se e ka dhuruar, por jo se kjo gjë e ka sikletosur shumë financiarisht.
Gazmend Bardhi deklaron pagën e tij si deputet si një pjesë të mirë të ardhurave, por politikën nuk e ka nisur si i varfër. Ndoshta trashëgimia ka luajtur një rol mjaft të mirë tek financat e tij. Edhe për Luan Baçin mund të themi të njëjtën gjë. Ai mund të jetojë lirisht deri në disa breza vetëm me qerat e pronave që zotëron. Nuk mungojnë as llogaritë bankare, të vetat apo dhe të bashortes së tij, Elsa Baçi. Tritan Shehu duket si ka vletur më shumë bluza e bardhë e mjekut se sa ulës janë në kuvent. Këtë gjë e tregojnë të ardhurat e tij nga zoja këshillit të mirë që nuk krahasohen me ato të një ligjvënësi. Ndoshta është zona më e lirë, por Flamur Hoxha në pamje të parë duket sikur zotëron të gjithë Kuksin. Nga veprimtaritë e shumta në të cilat është angazhuar, ai zotëron një sër pronash të patundshme dhe i ka zgjeruar ato edhe në jug të vendit. Nuk mungojnë as llogaritë bankare. Edhe për Yusuf Çelaj në Ramadan Likën mund të themi të njëjtën gjë. Siç duket për opozitarët, rritja e pasurisë varet vetëm nga pronat në vendlindje. Pastaj nëse ato i shumëfishojnë përmes bizneseve, është një bonus për ta. Ndryshe nga të tjerët, Fatmir Mediu e ka trashëguar tek vajzat aftësinë për të bërë biznes, të cilat janë angazhuar në këtë fushë dhe me sa duket u ecën mjaft mirë. Në një vend ku ndihma ekonomike është luks dhe paga minimale mban mira familje, ligjvënësit tan duket se jetojnë në një realitet paralel, me karta krediti pa limit dhe pasuri të pamat. Dhe ky nuk është më hendek social, është një kontrast i rrezikshëm që e kthen dyshimin tek përfaqësimi, ku vendi kushton shumë dhe me sa duket jo vetëm në lek.